Kryetari i komunës së Skënderajt, Sami Lushtaku, ka eskaluar me gjuhën e përdorur ndaj deputetes së lëvizjes vetëvendosje Adriana Matoshi. Lushtaku ka thënë se niveli i saj nuk është i një deputeteje që ka përgjegjësi për fjalën që flet. Ajo është niveli i saj, sikur del prej një shtëpie publike, jo si një deputete që ka përgjegjësi për fjalën që flet me qytetarët, deklaroi Lushtaku, e që për këtë gjë është kritikuar mjaft shumë. E këtë diskurs publik, ku në vend të debatit me argumente eskalon gjua në fyrje e sharje personale, foli publicisti Liz Bukuroca. Si fillim ai tha se gjua e përdorur ndaj deputetes Matoshi nuk tregon asgjë për të, ajo tregon më shumë për Lushtakun që e ka përdorur këtë fyrje. Sipas tij, në një shtet ligjor, Lushtaku do të përballej me pasoja juridike për përdorimin e një gjuhë të tillë. Ti thuhet një deputeteje se duket si e dal nga shtëpia publike, nuk tregon asgjë për zonjën e sulmuar, përkundrazi, flet për bot kuptimin, përvoja dhe asociacionet që personi që e shqipton atë fyrje ka krijuar gjatë jetës. Një njeri që e sheh një grua në këtë mënyrë, zakonisht i bartë të njëjtat paragjykime edhe në situata të tjera, jo vetëm ndaj zonjës dinjitoze Adriana Matoshi. Fyrje të tilla janë treguesi qartë i karakterit, edukatës, arsimimit dhe aftësisë komunikuese të personit që i përdor. Në një shtet ligjor ku dinjiteti i njeriut mbrohet me seriozitet, një deklaratë e tillë publike do të sillte pasoja juridike, sepse përbën denigrim, cënim të integritetit dhe poshtërim të hapur të një zonje. Ajo gjuhë pasqyron mangësitë e edukate elementare edhe në socializimet e mëvonshme, deklaroi publicisti. Krahas kësaj, Bukuroca tha se do të duhej të kishte reagim nga prokuroria për gjuhën e përdorur nga Lushtaku. Ai potencoi se sjelljet e tilla janë të dëmshme dhe nuk duhet të normalizohet poshtërimi i grave në Kosovë. Nuk mund të pritet që çdo individ të jetë i ditur, i edukuar dhe i sjellshëm, por nga prokuroria duhet pritur reagim në raste kur një grua poshtërohet publikisht, pa asnjë shkak, vetëm pse mënyra e të parit të botës së dikujt është e deformuar nga paragjykimet apo traumat personale. Sjelljet të tilla janë të dëmshme edhe për rinin, veçanërisht për ata që te Sami Lushtaku u shohin një figurë autoriteti, ish komandant, ish kryetar komune, milionerë të tjerë. Normalizimi i poshtërimit të grave shpesh ndodh në mjedise ku diskriminimi i tyre është i rrënjosur erët. Më tutje, publicisti i konsideron se situatën e bën më shqetësuese edhe fakti se Lushtaku nuk e konsideron si ofendim gjuhën që ka përdorur. Sipas tij, nëse Sami Lushtaku do ishte person me kulturë dhe respekt, së paku do kërkonte falje për këto fyrje.